Prej këti momentit, do më thonë prej këti takimit, ose t'i themi pej kësaj video, që është do në për rrjetet sociale, Kosova kur hajrë mos ka po. Sepse Vjosa Osmani, nëse nuk do t'atakonte Edi Ramën, sot do ishte presidente dhe nuk ishëm pas nevoj as unë zgjedhje shtatë qerqorit me shkue heq. Por kjo deshti mja bo Albin Shqiptaris, një puq t'i dhemi, do më thonë një thik ngulje mbas shpinës, por nuk ja arriti, sepse na popli nuk hojna kash. Po pse e postova këtë video që me ja u rikujtue që kjo është arsyeja që përni me Kosova është në krizë politike. Edhe diqka, so për info, ju që thëni që duhet me ardhë Albini me bot qeverin, dhe me thonë se i ka numra. E dini arsyem se nuk e bën, sepse kur e pa të bat herë, dhe me thonë para të soj here, që e boni pa u marrë vesh për presidente, u qun e kritikojshin pse e formuve. Tasht mirë bja u bën, që ju kalon me prit edhe ju len dhe i rësot mirë një vesh për president. Që kaq.